Këshilli Bashkiak është rikthyer normalitetit pas 2 mbledhjeve problematike të shoqëruar me bojkotim apo largime nga salla. Këshilltarët diskutuan dhe votuan për një sër projekt vendimesh që lidheshin me ndimen ekonomike, marrëveshjen për filmat premier në Kinema Republika, menaxhimin e pjesëve të plazheve Lipojës nga shoqëria aksionere Biostrajca dhe riemërtimin e saj Skodrinon, shtesat në buxhetin e bashkisë, planin për parandalimin e zjarreve si dhe memorandumin e bashkëpunimit me bazë të projektit Bashkitë e Forta Bashkia Shkodër. Gjatë diskutimeve, këshilltarët e djathtë kundërshtuan shtimin e kompetencave menaxhuese të shoqërisë aksionere Biostrajca, sidomos për plazhin e Velipojës. Nga ana e tyre, përfaqësuesit e bashkisë dhe këshilltarët e majtë sqaruan se projekt vendimi synonte lehtësimin e pagesave për pushuesit. Unë nuk e kuptoj se si mund t'i besohen një sër shërbimesh një shoqëri aksionere e cila në vitin e parë të saj të ekzistencës ka dalë me humje. Dhe t'i shtohen edhe shërbime tjera, kjo është e palogjikshme në fakt. Të krijoj një historik suksesi, shoqëri aksionere, pastaj edhe mund të diskutohet nëse t'i kalohen shërbime të tjera të cilat janë shumë të rëndësishme, t'i kalohen një shoqëri aksionere që tashmë, mas suksesit, është një shoqëri aksionere e besueshme. Unë e shoh këto si një nisëm të shkëlqyeshme nga ana menaxheriale, po dhe vizionare, që më thonë, ne po i ofrojmë publikut me një tarif të përballueshme, një shërbim të mirë, një herë azi duke i bërë dhe konkurrencë privatit, jo të keqe, por për të rritë standardin e shërbimit. Pra në këtë rast, Këshilli Bashkiak ashtu u vu para një pyetjet. A dona apo nuk dona me i dhënë një shërbim më të mirë njerëzve, në kushtet që ne ndodhena. Pas shumë diskutimesh, projekt vendimet u miratuan me shumicën e votave të anëtarëve të Këshillit Bashkiak.